Kurrikula për arsimin parauniversitar e miratuar më 2011 ishte rishkruar 5 vjet më vonë. Nga viti 2016, mësimdhënësit filluan që shembujt nga kurrikula t'i adoptojnë për orët mësimore. Megjithatë, tash pothuajse një dekadë nuk ka asnjë vlerësim se si ndikoi ndryshimi i procesit mësimor. Ministria e Arsimit nuk themeloi asnjëherë Agjencinë për Kurrikul, Vlerësim dhe Standarde, ani pse ligji për arsimin parauniversitar e parashet themelimin e saj. Kur ka filluar të zbatohet kurrikula e re, kemi pas mentorim të personat caktuar, domethënë që janë kanë të autorizuar prej Ministrisë dhe prej DKA-s, por tash sa vite jo. Mungesa një organi mbikëqyrës brenda Ministrisë, sipas zëvendësministrit të Arsimit Nehat Mustafa, u bë shkak që të mos dihet rezultati i kurrikulës. Nga atëherë, domethënë nuk kemi një vlerësim të saktë të zbatimit kurrikulës, rezultatet, cilat janë efektet, çfarë do të ndryshohet dhe pastaj ai raport ti nështrohet një diskutimi të gjerë në të cilin do të merrnin pjesë edhe ekspertët e ndryshëm dhe pastaj tek në fund do të shikojë se çfarë do të ndryshohet. Sipas Mustafës, Ministria veproi në kundërshtim me ligjin edhe kur e ktheu divizionin për vlerësim dhe standarde në qendër. Nga Ministria e Arsimit nuk kanë kthyer përgjigje se pse asnjëherë nuk është themeluar Agjencia për Kurrikul. Në ligjin parauniversitar të arsimit thuhet se roli i kësaj agjencie është thelbësor për zhvillimin, zbatimin dhe monitorimin e cilësisë në arsimin parauniversitar në Kosovë.